Pra, për vitin, po flasim me shifra, për vitin 2024 ne kemi trajtuar 1374, ndërsa për 2025 kemi trajtuar 1635. Pra është rritur numri i ankesave trajtuara nga zyra inspektorat të drejtësisë. Dhe ky është vlerësimi që unë kam për këtë raport të ankesave që vinë me ato të trajtuara. Së dyti është vërtet që të matet koha e trajtimit të një ankese, sepse varet nga shumë faktor, kompleksiteti i çështjes, numri i gjyqtarëve apo magjistratëve për cilën ankohet qytetari apo institucioni, fazën në cilën gjendet çështja për cilën ankohet qytetari, kështu që është e vështirë të bësh mund të shkojë nga një ditë deri në javë. Se në varësi edhe të përgjigje që marrim nga institucionet në lidhje me verifikimin e ankesave që bëm. Po do ta theksoj këtu që një lehtësi e madhe për verifikimin e shpejtë të ankesave ka qenë qasjen sistemin, pra pas rekomandimit të Kuvendit qasje që kemi në sistem tani, në sistemin e gjykatave, sepse kjo i shpejton shumë marrjen e informacion, nuk ka nevojë më për shkresa, po i marrim drejt për drejt nga sistemi, dhe kështu që jemi në gjendje që të përgjigjemi ankesave qytetarëve më shpejt në kohë.